Momenti I forcës, llozi në ekuilibër. Të rikujtojmë ligjet e Newtonit të cilat kanë të bëjnë me lëvizjen e trupave. Ligji themelor I lëvizjes kemi thënë se paraqet raportin në mes të masës së trupit dhe nxitimit të tij. Pra, në qoftë se supozojmë se kemi këto një trup në një rrafsh, mbi të cilin trup vepron një forcë dhe e zhvendos atë trup I cili do të ketë një masë të caktuar, në rast të lëvizjes së atij trupi, ai do të fitojë një nxitim të lëvizjes. E nxitimin e lëvizjes e matim me metër për sekond në katror, derisa njësia ndërkombëtare e masës kemi thënë se është kilogrami. Kur të vërtetojmë formulën e forcës me të cilën ajo zhvendos një trup me masë m, duke I dhënë nxitim A, do të fitojmë njësi ndërkombëtare të forcës që është Newtoni. Pra siç thamë, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, ndërkaq njësi ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metri për sekond katror. E kilogram herë metër për sekond katror është Newton. Dhe Newtoni është njësi ndërkombëtare e forcës së trupit. Po gjithashtu kemi thënë se nëse dëshirojmë të gjejmë nxitimin e trupit kur dim forcën si madhësi fizike dhe masën, atë mund ta gjejmë nga formula e forcës e cila paraqet, siç thamë, prodhimin e masës dhe nxitimit. Dhe për të gjetur formulën e nxitimit, ne na pengon masa, prandaj të dy anët e barazimit do t'i pjestojmë me masën. Pjestimin në matematik e zëvendëson thysa, prandaj mund të shkruhet forca thy për masë, barabartë me masa herë nxitimi thy për masën. Masa me masën thjeshtohet, prej nga rrjedh nxitimi është I barabartë me forcën thy për masën, që një herët kjo formulë paraqet ligjin themelor të lëvizjes së trupit, kur mbi të ka vepruar një forcë që e zhvendos trupin me masën m, duke I dhënë atij një nxitim të caktuar, e njësia ndërkombëtare në këtë rast duhet të del metër për sekond katror, sepse njësia ndërkombëtare e nxitimit është metri për sekond katror, e kjo formulë është e nxitimit. Njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni, ndërkaq njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami. Siç thamë këtu më parë, Newtoni është një marrëveshje e fizicienëve që kilogram herë metër për sekond katror të jep Newton, prandaj këtu kemi të drejtë Newtonin ta zvërthejmë në kilogram herë metër për sekond në katror, hy për kilogram, e kilogram thjeshtohet dhe këtu mbetet një vlerë numerike 1, e metër për sekond katror thy për 1 është metër për sekond në katror, që vërtetuam po ashtu se edhe formula e nxitimit të trupit kur vepron një forcë mbi një trup që ka masën m edhe zhvendos atë, njësia ndërkombëtare është metër për sekond në katror. Por të gjitha këtu vlejnë vetëm për lëvizjet e trupave të cilat kanë një rrugë që përshkruajnë nëpër një vijë të drejtë, e ato lëvizje I kemi quajtur lëvizje drejtvizore. Pra, ligji themelor I lëvizjes ka të bëjë me lëvizjet drejtvizore apo me lëvizjet e lira nëpër një rrafsh. Dhe si do të zhvillohet lëvizja rrethore, kur ne kemi sqaruar se të gjitha lëvizjet në mekanik I ndajmë në lëvizje drejtvizore, në lëvizje të lakuara apo lëkundje dhe
në lëvizje rrethore. Dhe forca që vepron në lëvizjet rrethore do të shohim se ajo paraqet trupit rrotullim rreth një boshti të caktuar. Për momentin e forcës do të vazhdojmë në pjesën e dytë të kësaj njësie mësimore. Tani po vazhdojmë me pjesën e dytë të momentit të forcës, ku në pjesën e parë sqaruam për ligjet e Newtonit apo ligjin themelor të lëvizjes, dhe në rastet kur kemi të bëjmë me lëvizje rrethore, parashtrohet pyetja çka ndodh kur trupi rrotullohet rreth një boshti të caktuar. Kur është fjala për rrotullimin e trupit rreth një boshti të caktuar, është e zakonshme që trupi të trajtohet në një aspekt apo në një formë më të ndryshuar e më të përshtatshme. Prandaj në vend të forcës si madhësi fizike, për përshkrimin e lëvizjes së trupit përdoret madhësia tjetër fizike që njihet si moment i forcës. Dhe momentin e forcës e shënojmë me shkronjën e madhe të shtypit M. Për të sqaruar momentin e forcës të një lëvizje, do të marrim një shembull krejt të thjesht nga jeta e përditshme. Dhe shembullin, siç e shihni në këtë figurë, e kemi marrë nga libri i juaj i klasës së 9 dhe ka të bëjë me lëvizjen e derës, faktikisht me hapjen e saj dhe mbylljen e derës. Në rastin kur kemi derën e hapur, nëse dëshirojmë që atë ta mbyllim, dëshirojmë të dimë se në cilin rast do të përdorim një forcë me intensitet më të vogël. Ne po i shkruajmë këto raste si rasti nën A, nën B, apo krejt këtu rastin nën C. Dhe shohim se gjatë mbylljes së derës apo hapjes së saj, paraqitet një lëvizje rrethore që nëse do të vazhdonte dera të rrotullohej rreth pikave mbështetëse që i ka dera edhe siç shihen në figurë, atëherë ajo do të bënte një lëvizje rrethore dhe për këtë shfaqet veprimi i një force që e quajtëm moment i forcës. Pra si masë të efikasitetit të rrotullimit është e përshtatshme të definohet madhësia fizike e posaçme momenti i forcës. Por në pyetjen se ku do të përdorim intensitet më të vogël të forcës për të mbyllur apo hapur derën, në pikën A, B apo në C, përgjigjja është në pikën C, sepse varet largësia apo distanca e pikave mbështetëse të derës dhe sa më larg që të jetë pika në të cilën vepron forca nga pika mbështetëse, aq më vogël do të jetë forca e cila përdoret për hapjen apo mbylljen e derës, në këtë rast për një lëvizje rrethore. Dhe si mund ta definojmë momentin e forcës? Mund të themi se momenti i forcës është i barabartë me prodhimin e distancës dhe komponentës normale të forcës që vepron në trupin i cili rrotullohet rreth boshtit të fiksuar, apo përmes formulës mund ta shënojmë momenti i forcës është i barabartë me R herë F, që paraqet një forcë rrotulluese që është normale me veprimin e forcës mbi një trup i cili bën lëvizje rrethore. Momenti i forcës pra është i barabartë me prodhimin e distancës R dhe komponentës normale të forcës që vepron në trupin i cili rrotullohet rreth boshtit të fiksuar. Momenti i forcës
mund të definohet për çfarë do trupi në të cilën vepron forca, në krahasim me çfarëdo pike ose boshti të rrotullimit të paramenduar. Tani do të vazhdojmë me pjesën e tretë të kësaj njësie mësimore, momenti i forcës, llozi në ekuilibër. Pra, tu shihet në një figurë që kemi të bëjmë me një lloz, të cilin e kemi mësuar edhe në klasët e mëparshme, ku ai mund të ekuilibrohet në qoftë se ka një pikë mbështetëse dhe në të dy anët nga pika mbështetëse kemi krahët e forcës dhe të peshës, që për të gjetur se në çfarë pike duhet të ekuilibrohet llozi, kemi thënë se ai duhet të jetë në ekuilibër duke llogaritur krahët e forcës dhe peshës. Prandaj, këtu do të referohemi kësaj figure dhe figurave të tjera, të cilat do të na japin momentin e forcës dhe momentin e peshës. Këtu mund të themi se kemi dy forca, forcën në njërën anë, të cilën mund ta quajmë forca në anën e majtë dhe forcën tjetër në anën e djathtë. Dhe më detajisht do të marrim një shembull, të cilën po ashtu ju e keni në librin e juaj, pikën mbështetëse dhe llozi në njërën anë, pra në anën e majtë zonën, shohim se ka një largësi prej 3 metrash, ndërkaq në anën e djathtë ka një largësi prej 1 metri. Dhe shtrohet pyetja se çfarë force duhet të veproj në anën e majtë, që do ta shënojmë simbolikisht si forca në anën e majtë F, indeks apo tregues M, ndërkaq forcën në anën e djathtë do ta shënojmë F, indeks D. Pra forca në anën e majtë dhe forca në anën e djathtë. Atëherë edhe largësitë e tyre, pra largësinë nga ana e majtë, do ta shënojmë si LM, pra largësia në anën e majtë, ndërkaq largësinë në anën e djathtë do ta shënojmë me LD. Dhe momenti i forcës në anën e majtë është i barabartë me prodhimin e forcës në anën e majtë me largësinë në anën e majtë. Derisa në anën e djathtë kemi momentin e forcës në anën e djathtë, që paraqet po ashtu prodhimin e forcës në anën e djathtë me largësinë në anën e djathtë. Llozi do të jetë në ekuilibër në rastet kur momenti i forcës në anën e majtë është i barabartë me momentin e forcës në anën e djathtë. Dhe kur ky kusht të plotësohet, atëherë shihet se anët e majta të barazimit parë me barazimin e dytë janë të barabarta, atëherë edhe anët e djathta të këtyre barazimeve do të jenë të barabarta, që do të thotë se forca në anën e majtë herë largësia në anën e majtë është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë. Nga ky raport ne mund të gjejmë cilën do nga këto madhësi fizike, por të sqarojmë se llozi është në ekuilibër kur momentet e forcave janë të barabarta në dy anët nga pika e mbështetjes. Pra në momentet kur momenti i forcës në anën e majtë është i barabartë me momentin e forcës në anën e djathtë, janë të barabarta, atëherë
Llozi është në ekuilibër. Dhe në pjesët tjera në VM do të bëjmë zgjidhjen e disa detyrave praktike përmes llozit, ku ato mund të gjeni edhe në librin Detyra të zgjidhura nga fizika, dhe po ashtu me ushtrime të cilat në VM do t'i bëjmë. Shpresojmë se ju do të arrini që këto t'i kuptoni mjaft mirë, ku kemi rastet kur kërkohet forca në anën e majtë dhe janë dhënë largësia në anën e majtë, forca në anën e djathtë dhe largësia në anën e djathtë. E në këtë mënyrë do të gjejmë edhe 3 formula të tjera përpos forcës së në anën e majtë. Pra mund të gjejmë edhe formulën e forcës në anën e majtë, formulën me cilën llogaritëm largësinë në anën e majtë, pastaj formulën e forcës në anën e djathtë dhe largësinë në anën e djathtë. Pra nga ky raport do të gjejmë 4 formula me të cilat ne edhe do të bëjmë zgjidhjen e disa detyrave. Po vazhdojmë në pjesën e 4, ku nga raporti i shkruar i forcës në anën e majtë me largësinë në anën e majtë, që thamë është i barabartë me forcën në anën e djathtë dhe largësinë në anën e djathtë. Nëse dëshirojmë të gjejmë formulën me të cilën llogaritëm forcën në anën e majtë, atëherë do të pjestojmë të dy anët e barazimit me largësinë në anën e majtë. Dhe këtu shohim se forca në anën e majtë herë largësia në anën e majtë, që pjestohet me largësinë në anën e majtë, mund të shkruajmë thypër largësinë në anën e majtë. Barazime forca në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë, thypër largësinë në anën e majtë. Largësia në anën e majtë me largësinë në anën e majtë thjeshtohet, prej nga rrjedh forca në anën e majtë do të jetë e barabartë me forcën në anën e djathtë, që shumëzon me hersin e largësisë në anën e djathtë dhe largësisë në anën e majtë. Kjo është formula me të cilën llogaritet forca në anën e majtë, kur dim forcën në anën e djathtë, largësinë në anën e djathtë dhe largësinë në anën e majtë. Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia duhet të delë Newton. Prandaj do të shohim, njësia forcës është Newtoni, pavarësisht se është në anën e majtë apo në anën e djathtë. Largësia është një gjatësi që pavarësisht për asaj se është largësi në anën e djathtë apo në anën e majtë, motet me metër, pra metër thy për metër. Metër thy për metër është ne, që thjeshtohet, e mbetet njësia Newton, e Newtoni është njësi ndërkombëtare e forcës, në këtë rast edhe forcës në anën e majtë. Pra vërtetuam formulën e forcës në anën e majtë, dhe nëse dëshirojmë të gjejmë formulën e largësisë në anën e majtë. Për të gjetë formulën nga kjo që e shkruam për largësinë në anën e majtë, kemi një rregull të artë ku na lejohet nga matematika që vetëm të ndrohet vendi këtyre dy mallësive fizike, që do të thotë se në vend të forcës në anën e majtë e shkruajmë largësinë në anën e majtë, barazi forca në anën e djathtë mbetet aty ku është, që po ashtu edhe largësia në anën e djathtë mbetet ashtu ku është, ndërkaq forca në anën e majtë do të shkruhet në vendin ku ishte e shkruar largësia në anën e majtë. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të delë metër, sepse është formula për një largësi, e largësia thamë është një gjatësi, e gjatësia ka njësinë metër. Forca në anën e djathtë ka njësinë Newton, largësia në anën e djathtë ka njësinë metër, forca në anën e majtë
ka njësi Newton. Newton me Newton tani thjeshtohet e mbetet metër, që metri është njësi ndërkombëtare e largësisë, gjatësisë, lartësisë, thellësisë, rrugës e kështu me radhë, dhe në këtë rast, siç tham, njësia duhet të del metër për largësinë në anën e majtë, gjë që edhe vërtetuam se është njësia e shkruar mirë. Prandaj kjo formulë mund të përdoret në rastet kur ipet forca në anën e djathtë të llozit, largësia në anën e djathtë dhe forca në anën e majtë. Pra kur dihen këto tri mallësi fizike, mund të gjendet sa do të jetë largësia në anën e majtë, pra kjo është largësia e cila kërkohet në anën e majtë, në qoftë se dihet forca në anën e majtë, dihet largësia në anën e djathtë dhe po ashtu dihet forca në anën e djathtë. Në këto raste, kur do të jetë në ekuilibër llozi, siç tham se kur momenti i forcave rezultuese është 0, llozi është në ekuilibër. Llozi në ekuilibër. Tani do të zgjidhim disa detyra ku pamte llozi i cili është në ekuilibër, momenti i forcës në anën e majtë është i barabartë me momentin e forcës në anën e djathtë. Kur momentet e forcave janë të barabarta në të dy anët, në anën e majtë dhe të djathtë, atëherë llozi do të jetë në ekuilibër. Në këto raste paraqitet forca në anën e majtë dhe largësia në anën e majtë nga pika mbështetëse e llozit dhe largësia në anën e djathtë në anën tjetër dhe forca në anën e djathtë që vepron në këtë pikë në lloz. Në ato raste llozi do të jetë në ekuilibër. Tani do të marrim një shembull të llozi me pikë mbështetje në mes dy krahëve, në krahun e forcës, në të majtë me gjatësi L-M, që është 2 metra, vepron forca prej 500 newtonëve. Pra forca prej 500 newtonëve është forca në anën e majtë, në cilën distancë duhet vendosur pesha prej 750 newtonëve, pra forca në anën e djathtë kërkohet të jetë 750 newton, që llozi të jetë në ekuilibër, pra kërkohet largësia në anën e djathtë. Nga raporti i momenteve të forcës në anën e majtë dhe në anën e djathtë, që në pjesët e kaluara të kësaj njësie mësimore, gjetëm se forca në anën e majtë herë largësia në anën e majtë është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë. Ne kemi të gjejmë largësinë në anën e djathtë dhe për të gjetur largësinë në anën e djathtë na pengon forca në anën e djathtë, që të dy anët e barazimit do t'i pjestojmë me forcën në anën e djathtë. Pjestimin e dim se e zaventson thyesa në matematikë, prandaj shkruajmë forca në anën e majtë herë largësia në anën e majtë hyper forcën në anën e djathtë, që është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësia në anën e djathtë hyper forcën në anën e djathtë. Forca në anën e djathtë me forcën në anën e djathtë pjeshtohet, mbetet largësia në anën e djathtë e barabartë me forcën në anën e majtë herë largësia në anën e majtë hyper forcën në anën e djathtë.
Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia duhet të del metër, sepse largësia matet me metra e këto është formula e largësisë në anën e djathtë. Forca në anën e majtë ka njësinë newton, here largësia në anën e majtë ka njësinë metër, forca në anën e djathtë ka njësinë newton. Newton me newton thjeshtohet, këtu mbetet 1 e metër thy për 1 është metër. Me qenë se formula është vërtetuese doli metër, është mirë, atëherë largësia në anën e djathtë është e barabartë me forcën në anën e majtë, here largësinë në anën e majtë hyper forcën në anën e djathtë. Kthehemi te të dhënat. Forca në anën e majtë është 500 newtona dhe shkruajmë 500 newtona, here largësia në anën e majtë është 2 metra, here 2 metra, ndërkaq forca në anën e djathtë është 750 newton. Newton me newton thjeshtojmë, 0 me 0 po ashtu mund të thjeshtojmë, 50 herë 2 është 100 dhe poshtë mbetet 75 e njësia është krejt metër. Dhe kur numri 100 pjesëtohet me 75, del 1.33 përsëritet metër. Pra 1.33 metra është largësia në anën e djathtë që duhet të vendoset pesha prej 750 newtonëve që të ekuilibrohet llozi, kur në anën e majtë është vendosur një forcë prej 500 newtonëve në një largësi prej 2 metrave. Kështu pra është zgjidh detyra e cila tregon se sa duhet të jetë largësia në anën e djathtë që llozi të jetë në ekuilibër. Me çfarë duhet vepruar njeriu në skaj të llozit baraskrahësh me gjatësi të krahut 0.5 metra që të arrihet ekuilibri kur në skajin tjetër është varur barra me peshë prej 33 newtonëve, pra në anën tjetër po shkruajmë forca në anën e djathtë 33 newton e 0.5 metra është krahu i forcës në anën e majtë apo largësia në anën e majtë që shkruajmë LM, dhe gjithashtu me qenë se thot llozi është baraskrahësh, pra largësia në të dy anët, edhe në anën e majtë edhe në anën e djathtë është 0.5 metra. Largësia pra në anën e djathtë dhe në anën e majtë janë të barabarta e kërkohet forca në anën e majtë që duhet të veprojmë. Pra në këtë rast kemi një lloz baraskrahësh ku në anën e majtë duhet të dimë me çfarë force duhet të veprojmë që të ekuilibrojmë llozin baraskrahësh ku kemi vepru me një forcë në anën e djathtë prej 33 newtonëve. Pra duhet të gjejmë forcën në anën e majtë që dim raportin forca në anën e majtë here largësia në anën e majtë do të jetë e barabartë me forcën në anën e djathtë here largësinë në anën e djathtë. Në këtë rast duhet të gjejmë formulën e forcës në anën e majtë dhe këtë barazim krejt e pjestojmë me largësinë në anën e majtë, ku siç kemi thënë disa herë, pjestimin në matematik e zëvendëson thysa, prandaj shkruajmë thyër LM, largësia në anën e majtë, e në anën e djathtë të barazimit kemi forca në anën e djathtë here largësia në anën e djathtë thyër
largësi në anën e majtë. Largësia në anën e majtë me largësi në anën e majtë thjeshtohet, prej nga rrjedh, forca në anën e majtë do t'jetë e barabartë me forcën në anën e djathtë, që shumëzon largësi në anën e djathtë fypër largësi në anën e majtë. Njësia duhet të del Newton, sepse është formula e forcës dhe do të shohim njësia e forcës në anën e djathtë është Newton, herë largësia në anën e djathtë metër, largësia në anën e majtë metër, metër me metër thjeshtohet dhe mbetet Newton. Me qenë se formula qenë ka mirë, atëherë mund të përdorim forca pra në anën e majtë do t'jetë e barabartë me forcën në anën e djathtë, që shumëzon hercin e largësive në anën e djathtë dhe të majtë. Tani, nga të dhënat, kthehemi forca në anën e djathtë ishte 33 Newtona, shkruajmë 33 Newton. Largësia në anën e djathtë 0.5 metra, po aq ishte edhe largësia në anën e majtë, sepse llozi është baras krahësh. 0.5 metra thy për 0.5 metra është 1, që thjeshtohet, dhe krejt kjo shihet se është e barabartë me 33 Newtona. Pra gjithçka është zgjidhur dhe forca me të cilën duhet të veprojmë ne në anën e majtë, që të ekuilibrojmë llozin, kur në anën e djathtë është vendos një forcë prej 33 Newtona, e krahu i forcave është 0.5 metra, në të djanë sepse teksti i detyrës thotë llozi është baras krahësh, pra krahët e saj janë të barabarta, apo largësia në anën e majtë dhe largësia në anën e djathtë janë të barabarta me nga gjysmë metri. Dhe forca në anën e majtë për të ekuilibruar atë në anën e djathtë doli se është 33 Newton. Po vazhdojmë me detyrën e tretë, ku po ashtu do të marrim detyrën nga teksti detyra të zgjidhura nga fizika, dhe teksti i kësaj detyre është kështu: në një lloz vepron forca prej 32 Newtonëve, pra forca prej 32 Newtonëve në krahun e saj apo në largësinë e saj 0.1 metër, po shkruajmë largësinë në anën e majtë, dhe kjo do të jetë forca në anën e majtë prej 0.1 metrave. Sa është pesha e trupit të vendosur në skajnë tjetër, nëse krahu i peshës apo largësia në anën e djathtë do të jetë 0.5 metra, pra kërkohet të dimë sa do të jetë forca në anën e djathtë. Dhe kështu mund të paraqesim një lloz ku forca në anën e majtë është 32 Newton, ndërkaq largësia në anën e majtë është 0.1 metër. E largësia në anën e djathtë është 0.5 metra, kërkohet të dimë forcën në anën e djathtë apo peshën që është quajtur në tekst të detyrës. Ne do të nisemi prap nga raporti i momentit të forcës në anën e majtë, që thamë është i barabartë me momentin e forcës në anën e djathtë. Ky është kushti që llozi të jetë në ekuilibër, dhe forca në anën e majtë herë largësia në anën e majtë është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë. Kemi të gjejmë forcën në anën e djathtë, na pengon largësia në anën e djathtë, që pjestojmë me largësinë në anën e djathtë,
forca në anën e majtë here largësia në anën e majtë fy për largësia në anën e djathtë është e barabartë me forcën në anën e djathtë, largësia në anën e djathtë fy për largësia në anën e djathtë, që këto thjeshtohen në mesveti dhe forca në anën e djathtë shihet se qenë e barabartë me forcën në anën e majtë here herësi në mes të largësive në anën e majtë dhe asaj në anën e djathtë. Kjo është formula me të cilën do të gjejmë forcën në anën e djathtë, prandaj do të shkruajmë edhe një herë forca në anën e djathtë është e barabartë me forcën në anën e majtë, largësia në anën e majtë, fy për largësia në anën e djathtë. Ne tani edhe do të zëvendësojmë edhe do të gjejmë poshtë njësitë që në fund duhet të del njësia Newton, sepse është formula e forcës. Forca në anën e majtë është 32 Newton. Shkruajmë forca në anën e majtë 32 Newton. Largësia në anën e majtë 0.1 metër. E largësia në anën e djathtë 0.5 metra. Metra me metër thjeshtohet. Në qovë se përdorim kalkulatorin 0.1 fy për 0.5 do të del një vlerë numerike që shfrytëzojmë me 32 Newton, por ne do të provojmë një metodë pa kalkulator, ku numrin dhjetor do ta kthejmë në fyes, është 1/10, 0.5 kur kthehet në fyes është 5/10. Tu do të shfrytëzojmë të jashtmet me të jashtme, pra kemi 32 Newton here 10 herë 1 10 dhe 10 herë 5 50. 0 me 0 mund të thjeshtojmë 32 Newton here 1/5, pra numri 1 kur të pjesëtohet me 5 është 0.2, 1 pjesëtu për 5 0.2, barazi e 32 here 0.2 është 6.4 Newtona. Pra 6.4 Newtona është rezultati i cili na doli, dhe më thanë forca në anën e djathtë do të jetë 6.4 Newtona. Në vijim një detyrë tjetër numerike që ka të bëj me llozin që është në ekuilibër dhe teksti i kësaj detyre është me Savian. Sa do të jetë largësia në anën e majtë nëse barra me peshë në anën e majtë, do të shkruajmë forca në anën e majtë, është 400 Newton dhe krahu i saj force është largësia pra në anën e majtë 0.3 metra që veprojnë me forcë në anën e djathtë sa dy fishi i forcës në anën e majtë. Dhe ne duhet të gjejmë largësinë në anën e djathtë. Tu shohim se forca në anën e djathtë është dy fishi i forcës në anën e majtë, e forca në anën e majtë ishte 400 Newton, 2 herë 400 është 800 Newton. Dhe ne duhet të gjejmë largësinë në anën e djathtë. Për të gjetur largësinë në anën e djathtë, ne nisemi nga raporti i forcës në anën e majtë here largësia në anën e majtë, që është e barabartë me forcën në anën e djathtë here largësinë në anën e djathtë. Nga ky raport
duhet të gjejmë formulën e largësisë në anën e djathtë dhe ne në detyrat paraprake kemi gjetë raportet dhe formulat për forcën në anën e majtë, largësinë në anën e majtë, forcën në anën e djathtë dhe largësinë në anën e djathtë. Këtu po ju lëm që ju të përpiqeni që të gjeni formulën e largësisë në anën e djathtë, LD-n, dhe ta vërtetoni atë, e në fund duhet njësia të del metër, për arsye se njësia e gjatësisë, rrugës, largësisë, thellësisë, lartësisë e kështu me radhë është metër. Pra metri është njësi ndërkombëtare për gjatësinë, e largësia është një lloj i gjatësisë dhe njësinë do ta ketë metër. Pasi të gjeni formulën e largësisë në anën e djathtë nga ky raport që sapo shkruam, që rrjedh nga ekuilibri, që kemi thënë se momenti në anën e majtë i forcës është i barabartë me momentin e forcës në anën e djathtë, dhe ky është kusht që trupi të jetë në ekuilibër, që kemi përsërit kur momenti i forcave rezultuese është 0, atëherë llozi është në ekuilibër. Pra kur këto dy momente të forcave janë të barabarta në mesveti, themi se llozi është në ekuilibër. Këtë e kemi thënë disa herë dhe ky është kushti që llozi të jetë në ekuilibër. Pra nga ky raport i forcës në anën e majtë, që shumëzohet me largësinë në anën e majtë, është i barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë, ju do të gjeni formulën me të cilën llogaritëm largësinë në anën e djathtë dhe ta vërtetoni siç tham, të del njësia metër, pastaj do të ktheheni te të dhënat të cilat i nxorëm nga teksti i detyrës, ku tham se largësia në anën e majtë është 0.3 metra, e forca në anën e majtë është 400 Newton, ndërkaq forca në anën e djathtë është dyfishi i forcës në anën e majtë, e tham dyfishi i forcës në anën e majtë është 2 herë 400 Newton, që është 800 Newton. Të kryeni veprimet matematikore shumëzimin e pjesëtimin dhe të arrini te rezultati i detyrës, ku duhet të gjeni sa duhet të jetë largësia në anën e djathtë. Pra kjo kërkohet largësia në anën e djathtë, nëse veç kemi sqaruar se forca në anën e djathtë është 800 Newton, forca në anën e majtë 400 Newton, e largësia në anën e majtë 0.3 metra. Unë shpresoj se nga këto udhëzime të cilat sapo u dhash, do të arrini të zgjidhni këtë detyrë dhe pa vështirësi do të arrini te rezultati i saj, që tani do ta krahasoni me zgjidhjen e pjesës së dytë të kësaj detyre, të cilën po ashtu unë do ta zgjidhej. Do të vazhdoj me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku tham se të dhënat nga teksti të cilin e lexuam, forca në anën e majtë është 400 Newton, që veprojmë, në një largësi në anën e majtë 0.3 metra, ndërkaq forca në anën e djathtë është dyfish i forcës në anën e majtë, 2 herë 400 Newton, që doli sa është 800 Newton, e nga ju kërkuam që të gjeni largësinë në anën e djathtë. Për gjetë largësinë në anën e djathtë, shkruam edhe një herë raportin e forcave në anën e majtë herë largësia në anën e majtë, që është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësinë në anën e djathtë, që them se kjo është kusht nga momenti i forcave në anën e majtë dhe në anën e djathtë.
Nga ky raport, të cilin do ta shkruajmë edhe një herë, forca në anën e majt herë largësia në anën e majt, e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësi në anën e djathtë, duhet të gjejmë largësinë në anën e djathtë e na pengon forca në anën e djathtë, me të cilën më njëherë do të pjestojmë, për arsye se këtu forca në anën e djathtë shumëzon e kundërta e shumëzimit në matematikë është pjesëtimi. Forca në anën e majt herë largësia në anën e majt hyn forcën, nga se pjesëtimin mund ta zëvendësojmë me thyes, është e barabartë me forcën në anën e djathtë herë largësi në anën e djathtë hyn forcën në anën e djathtë, që do të thjeshtojmë forcën në anën e djathtë dhe kemi largësi në anën e djathtë që është e barabartë me largësia në anën e majt që shumëzon me forcën në anën e majt dhe atë në anën e djathtë. Thamë se kur të vërtetoni këtë formulë, njësia duhet të delë metër, sepse largësia në anën e djathtë është një lloj gjatësie dhe njësia ndërkombëtare e gjatësisë kemi mësuar qysh në klasën e 6 është metër. Njësia e largësisë në anën e majt metër, forca në anën e majt newton, forca në anën e djathtë newton. Newton me newton thjeshtohet dhe metri njësi ndërkombëtare e kësaj formule që është për largësinë në anën e djathtë. Meqense formula doli mirë, ashtu siç patëm thënë në pjesën e parë, duhet ta vërtetoni se kësaj formule duhet i del njësia metër dhe doli, do ta shkruajmë edhe një herë formulën largësia në anën e djathtë e barabartë me largësia në anën e majt që shumëzon me forcën në anën e majt hyn forcën në anën e djathtë. Do të zavendësojmë, kthehemi të dhënat, largësia në anën e majt është 0.3 metra. Pra shkruajmë largësia në anën e majt 0.3 metra, ndërkaq forca në anën e majt është 400 newton, forca në anën e majt është 400 newton, derisa forca në anën e djathtë ishte dyfishi i forcës në anën e majt, që gjetëm se është 800 newton. Newton me newton thjeshtohet, 2 zero me 2 zero do thjeshtohen, mbetet 0.3 metër, 4 pjesëtu për 8 mund ta thjeshtojmë edhe këtë, por është, nëse pjesëtojmë, del se është 0.5, 4 pjesëtu për 8, nëse pjesëtojmë edhe numëruesin edhe emëruesin me 4, 4 pjesëtu për 4 ne, 8 pjesëtu për 4 është 2, 1/2 është 0.5, 0.3 metër herë 0.5, e kur të shumëzohet 0.3 herë 0.5 është 0.15 metra. Pra 0.15 metra është largësia në anën e djathtë të llozit, i cili duhet të jetë në ekuilibër kur forca në anën e majt është 400 newton e largësia 0.3 metra, kur forca në anën e djathtë është dyfish i forcës në anën e majt, largësia pra në anën e djathtë është 0.15 metra. Unë shpresoj se ju në këtë mënyrë e keni zgjidhur këtë detyrë dhe keni arrit të rezultati i largësisë në anën e djathtë prej 0.15 metrave apo 15 centimetra. Pra 15 centimetra apo 0.15 metra është largësia në anën e djathtë. Do të marrim edhe një detyrë tjetër që të zgjidhim
Dhe kjo ka të bëj me ekuilibrimin po ashtu apo një detyrë e cila ka këtë tekst, i moshuari me peshë që mund ta shënojmë prej 800 newtonëve, është ulur në luhatëse me një largësi që do të themi në anën e majtë prej 40 cm-ve. Ndërkaq kërkon nga i nipi që të ulet në krahun tjetër. Ku do të ulet nipi që të ekuilibrohen apo që ata të luhaten, në qoftë se dim se nipi i këtij ka peshën apo ka masën 30 kg. Masa e nipit pra është 30 kg, i moshuari ka një peshë prej 800 newtonëve, është ulur në luhatëse në një distancë 40 cm nga krahu i saj, pra largësia në anën e majtë, po konsiderojmë se është 40 cm, e pesha e të moshuarit është 800 newton, duhet të dim se ku duhet të ulet nipi i tij, i cili ka një masë 30 kg. Dhe ne duhet të gjejmë largësinë në anën e djathtë. Pra këtu duhet të kemi kujdes sepse kemi një detyrë që është nga jeta e përditshme, prandaj duhet të gjejmë vendin se ku duhet të ulet nipi i cili ka 30 kg, në mënyrë që ata dy të luhaten në luhatësen e cila gjendet në kopshtin e fëmijëve, dhe të keni parasysh se i moshuari ka një peshë 800 newton, e largësia në anën e majtë 40 cm, ndërkaq nipi i tij ka gjithsej 30 kg. Masa e tij pra është 30 kg. Ju duhet të gjeni largësi në anën e djathtë. Këtu pak do të keni ndoshta vështirësi që është dhënë masa e nipit apo fëmijut 30 kg, nuk është dhënë forca, ju duhet të ktheni masën në peshë, në mënyrë që të jetë pesha e fëmijut me peshën e të moshuarit e shprehur në newton, dhe pastaj me lehtësi mund të gjeni në vend të forcës në anën e majtë, mund të shkruajmë peshën e të moshuarit në anën e majtë, dhe në atë raste formula mund të jetë pesha në anën e majtë herë largësia në anën e majtë e barabartë me peshën e fëmijut në anën e djathtë herë largësia në anën e djathtë. Ju do të gjeni largësinë në anën e djathtë duke e pjestu krejt këtë barazim me peshën e fëmijut, pra peshën në anën e djathtë, sepse në anën e djathtë të këtij llozi apo të kësaj luhatëse do të ulet nipi i të moshuarit. Ndërkaq në anën e majtë kemi peshën e të moshuarit dhe largësinë prej 40 cm që është ulur në luhatëse dhe po kërkon nga nipi i tij që ata të luhatin njëri tjetrin, dhe duhet të dim se ku duhet të ulet nipi i të moshuarit. Rezultati duhet të del rreth 1 metër, pra largësia në anën e djathtë duhet të del rreth 1 metri, prandaj ju provoni që ta zgjidhni këtë detyrë, ndërkaq sigurisht se në pjesën e dytë ne do ta zgjidhim zgjidhjen e kësaj detyre ju mund ta krahasoni me zgjidhjen të cilën e keni bërë ju, që shpresoj se pa vështirësi do t'ja delni që ta zgjidhni.
Në vazhdim do të zgjidhim detyrën që ju pastaj ta krahasoni atë me zgjidhjen e detyrës së juaj. Këtu kemi të gjejmë pra largësi në anën e djathtë. Dhe para se të gjejmë formulën e largësisë në anën e djathtë, të zgjidhim çështjen e peshës së djaloshit apo të nipit, që ajo peshë është masa herë nxitimi i rëndësisë së tokës. Masa ipet me 100 kg, nxitimi i rëndësisë së tokës metër thy për sekond katror, kilogram herë metër për sekond katror newton. Pra, pesha e nipit apo djaloshit në anën e djathtë është masa e tij herë nxitimi i rëndësisë së tokës, dhe masa e tij është 30 kg, ndërka nxitimi i rëndësisë së tokës është 9.81 përafërsisht, që mund ta rrumbullaksojmë në 10 metra për sekond në katror. 30 herë 10 është 300 kilogram herë metër për sekond katror newton. Pra pesha e moshuarit është 800 newton, ndërkaq pesha e nipit të tij është 300 newton, siç e llogaritëm tani. Dhe nga kjo besoj që tani pa vështirësi mund të vazhdojmë të gjejmë largësinë në anën e djathtë, ku pesha e të moshuarit herë largësia në anën e majtë është pesha e djaloshit herë largësia në anën e djathtë, që këtë barazim do ta pjestojmë me peshën në anën e djathtë. Pesha në anën e majtë herë largësia në anën e majtë hyper peshën në anën e djathtë barabart me pesha në anën e djathtë herë largësia në anën e djathtë hyper pesha në anën e djathtë. Do t'i pjestojmë largësia në anën e djathtë barabart me largësia në anën e majtë, e peshat do të pjestohen në anën e majtë me atë peshën në anën e djathtë. Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia metër, prandaj këtë edhe do ta punojmë edhe do ta vërtetojmë, largësia në anën e djathtë barabart me largësia në anën e majtë, pesha në anën e majtë hyper pesha në anën e djathtë barabart. Largësia në anën e majtë ishte 40 cm, ta vërtetojmë, po ashtu 40 cm që do ta kthejmë në metra. Prandaj tu do shkruajmë 40 apo 40 herë centi, do më thonë 0.01 metër, një 0 me një 0 thjeshtohet, 4 herë 1 4, 4 herë 0 0, këtu presja dhjetore 0.4 metra. Pra 40 cm t'i kthym në metra është 0.4 metra. Pesha në anën e majtë apo pesha e të moshuarit ishte 800 newton, shkruajmë 800 newton, ndërkaq pesha e të riut apo djaloshit ishte 300 newton, nga sa i kishte 30 kg, newton me newton thjeshtohet, 0 me 0 thjeshtohen, 0.4 metra herë 2.66 është 1.06 metra. Pra, përafërsisht, që thamë rezultati është 1 metër, që kemi prit të del, duhet të ulet i riu në një largësi përafërsisht 1 metër, në mënyrë që me të moshuarin apo me gjyshin e tij të luhaten në luhatsen e lodrave në kopshtin e fëmijëve. Ky është rezultati, të cilën shpresojmë se në këtë mënyrë edhe ju e keni zgjidhur këtë detyrë.